Vëllazër, besimtari me gjithë imanin e tij, me gjithë sjelljen e tij të mirë dhe veprat e tij të mira, çdo herë duhet lutur Zotin e Madhreshëm për kërkimfalje. Çdo herë duhet pa veten e tij, çdo herë duhet pa brendin e tij. Sepse ka disa prej karakteristikave, disa prej veseve të cilat nëse nuk pastrohet besimtari prej tyne, ose nëse nuk ruhet prej tyne, munden me qenë pengesë mes tij dhe mëshirës së Allahut dhul xhelal. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë po thot para shokëve të tina, thot la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Thot nuk do të hyjë në xhennet ai i cili ka në zemrën e tina qoftë edhe një hisë sa grimca e atomit prej mendjemallësisë. Një prej të pranishmëve, po i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot ja Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Thot o pejgamberi i Allahut, dikush prej neve ka dëshirë që të jetë i veshur mirë, të ketë rroba të mira. A është kjo prej mendjemallësisë? I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamal. Thot Allahu dhul xhelal është i bukur dhe e do bukurinë. Mirë po thot el kibru bathurul haqqi wa ghamtun nasi. Thot mendjemallësia është me refuzu njeriu të vërtetën për anës së Allahut dhul xhelal, edhe me i nënçmu njerëzit. E këto dy cilësi o vëllezër për shembull, nëse e para është tek njerëzit, nëse refuzojnë të vërtetën nga mendjemallësia, ajo Zoti na ruaj mundet me nxjerr në mosbesim, sepse refuzojnë mesazhin e Allahut dhul xhelal, refuzojnë pejgamberinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mirë pa ajo çka është më e lehtë se kjo, dhe që është më vështirë për të kujdes njeriu prej saj, është nënçmimi i njerëzve në përkohja e të tjerëve, dhe duke e pa gjithmonë veten tonë më të ngritën se të tjerët, më të mirë, më të vlefshëm. Dhe çdo punë e njeriu, qoftë ajo e devotshmërisë, qoftë fetaria e tij, qoftë suksesi i tij, çdo gjë që e shpihen njeriu në vetë pëlqim, vetiu e ka pru veten e tina që me ndi veten më të ngritën se të tjerët. Dhe çdo qasje e tillë me të tjerët tek Zoti i Madhreshëm llogaritet prej mendjemallësisë, Allahu na ruaj. Prandaj njeriu duhet të jetë i modest, duhet të jetë çdo herë ta kërkojë istikfarin ose kërkimfaljen për anës së Allahut dhul xhelal. Dhe çdo begati e Allahut të Madhreshëm të jetë çdo herë shtimi i falënderimit edhe modestisë ndaj tina, edhe në raport me njerëzit, edhe në raport me Allahun dhul xhelal. Ka prej njerëzve të cilët shembull i paragjykojnë të tjerët. Filani për shembull i ka rënë të mirë, filani për shembull don më kon mirë se don më do para të tjerë. Kjo është paragjykim na nuk mundna me bëhet. Mirë po edhe secili që i bën diçka me qëllimin për të dukur para të tjerëve, ai e ka marrë një hisë të këtij gjunahi që nuk pendohet njeriu, nuk shlyhet njeriu ky gjuna, vetëm se me pendim para Allahut dhul xhelal. Prandaj vëllazër treguohet për një prej muslimanëve të hershëm. Ishte qenë një ditë namaz të natës me djalin e tij. Edhe djali i tij po thotë o ba, thotë sa mirë, thotë veç unë e ti thotë jemi duke u fal dhe krejt të tjerët janë në gjumë. Pra na po i bojmë Allahu dhul xhelal ibadet, thotë të tjerët janë duke firë. E po i thotë baba e tina, thotë hesht, thotë më mirë për ty kishte me qenë që t'ishe fjetur sikur të tjerët, se sa që e ke fol këtë fjalë me të cilën nuk don Zoti i Madhreshëm të pëlqim tek besimtarit. Pse? Sepse ti fakti që ngritesh edhe nuk e shef dritën tek tjetri, nuk mundesh a priori me gjyku që ai është në gjumë. Ai mundet me pas një hall, ai mundet me pas një smundje, ai mundet mos me qenë aty. Pra mundet me qenë shumë situata që ti nuk i din dhe që mundesh me paragjyku për tjetrin, do të thonë në shumë aspekte të jetës. Prandaj besimtari asnjëherë nuk bën me i paragjyku të tjerët. Duhet të ruajt gjuhën e tij, duhet të ruajt zemrën e tij, duhet të ruajt mjetin e tij, duhet të ruajt qëllimet e tija,
Çdo gjë të mirë që e bojmë e bo për hir të Allahut dhul xhelal. Dhe për çdo gjë tek të tjerët mundohemi me i arsyetu, mundohemi me i mirë kuptu dhe jo me i paragjyku ose me i pa të tjerët më të dobët ose më të ulët ose kështu me radhë. Pra këto janë qofshin aspektet e jetës së dynjas, qofshin aspektet të fesë ose të adhurimeve. Allahun dhul xhelal e lutem që të na bëj prej besimtarëve të mirë, prej njerëzve të devotshëm, prej atyre të cilët gjitha mirësitë e Allahut dhul xhelal i shfrytëzojnë duke qenë mirënjohës ndaj Zotit, falënderues ndaj Zotit, po edhe të mirësjellshëm me të tjerët, mirëkuptueshëm me të tjerët, të dobishëm për të tjerët, jo duke vetmu veten e tyre me vetkënaqësi, jo duke vetmu veten e tyre me vetmëlqim, dhe duke i pa të tjerët do thotë më ulët se ai, sepse këto cilësi nuk i dën Zoti i Madhreshëm. Këto cilësi nuk i ka dashur dhe u ka ndaluar dhe pejgamberëve të tina. E leje më për shembull për besimtarët e përgjithshëm të rëndom mosën e gjerë, sepse ne nuk e dim asnjëherë që mundemi me pa tek tjetri një virtyt, një cilësi të keqe, po për ta mundet mu pendu. Dhe neve na mbetet mëkati i përkujimit ose i mendimit të keq. Mundet tjetër me pas prej punëve të mira që ne nuk i dim dhe ai për shembull me to është afër mëshirës së Allahut dhul xhelal. Prandaj çdo punë e mirë, neve duhet me na shpi në bindje dhe falënderim ndaj Zotit, dhe me qenë modest, dhe me qenë të thjesht, kështu i thënë Zoti i Madhreshëm, njerëzit e devotshëm, robërit e tij të devotshëm, sepse nuk hyn në xhenet ai i cili ka mendje madhësi. A dini sa është do thotë madhësia e atomit? Është diçka që nuk shihet. Domthonë është çaqe pak. Dhe nëse e ka besimtari atise, nuk mundet me hyrë në xhenetin e Allahut pa faljen e Allahut, pa kërkim falje ndaj tina. Pse? Sepse vendstrehimi xheneti i Allahut xhelal është vetëm për robërit e devotshëm. Ata që në jetën e kësaj bote e kanë qu jetën e tyne me devotshmëri, e kanë qu jetën e tyne me moral, e kanë qu jetën e tyne jo duke u bo zullum të tjerëve, jo duke qenë zullumqar, jo duke qenë mëkatar, po duke qenë të dobishëm, duke qenë të thjesht, duke qenë të mirë. Madje edhe nëse janë meritor për komplimente, ata nuk i marrin ato, se nuk ju gëzohen atyne. Pse? Sepse duhen që kënaqësinë e Allahut me pas përmbi komplimentet e të tjerëve, me pas razinë e Zotit përmbi, do thotë, fjalët e të tjerëve. Dhe çdo gjë që e bojnë mundohen që me të me fitu kënaqësinë e Zotit, jo kënaqësinë e njerëzve. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.